Gjithashtu, Shabani nga Strasburgu. Shavan, si e Shavan? Mirë, faleminderit. Mirë. Kur ke qenë në fundit në Kosovë? Tash për festat e fundvitit. Atje pas këtë freskët, po ç'është kam prit tregom? Mirë, për ma shumë mirë. I ke këtu këtë familjen? Super. Vllahun edhe babën, po. Mirë. Vllau me familjarët e vet edhe Që sa vite je në Mërgim? që 16. Që 16 vite. Prej që ke shku në Mërgim dhe ke fillu këtë marrë ko pas kohë në Kosovë, atë kanë prit gjithmonë njëjta, ka ndryshuar ndonjëherë diçka, të ka pengu ndoshta? Prej të familjarët e me Po. të familja ngushtë, shembull të vllau dhe të prindi ju, është krejt e njëjta. Po të E ndoshta të dikush, të dikon tjetër, sikur unë në konceptin tem që Po. kam para po, që shembull na kem qef sikur më na thirr ndarka me orë më shumë, po na nuk i thirr me hiç ata. Familjarët e tjerë, kusheret apo dedaja, tetezja. Unë ju nuk i thirrni ata. Unë shoh çfarë konceptin e më shumë e shumë taj gurbetçarëve, tash nuk po foljen është edhe në përgjithësi, po shaku mujt me vrejt, na kem qef më na thirr ata na për darka, na nuk i thirrëm. Edhe pse unë e bëj çdo verë, e bëj ka një darkë, thirri familjarët më të afër, do doj, do tezi, shenjë të pari, do kusheri, që më mbledh me pa, mu pa, mu taku. Po ku që ndodhë të kjo opcioni? Shumë mirë, pa respekt, mirë sa me thonë, që është të lëpsh? Me thonë që e farë qysh të lëpsh është, qysh të bësh ti edhe ata. Me mira, Nuk faleminderit mund më shumë. thonë po, se qysh ti prej ti i konsideron që ata të afërm edhe ata të konsiderojnë ty, po nëse edhe ata të thirrin njerë, po edhe unë kam mundësi mi thirrën. Bravo. Që vetëm ata më na thirr. Po. Apo edhe me dol në qytet, shembull, unë dalim me vllaun apo me babën, edhe unë paguaj edhe vllau pagun. Unë gjithherë insistoj vetëm unë me pagu, vllau thot, më jep shembull dalëm një darkë apo mba marr parasysh, ja gjysën më e paguna, ja më jep për shembull një pjesë shumës. Unë nuk du me marr, ama ja jep fëmijëve të mi. Zotri, faleminderit shumë për telefonatën. Gjithat mirë edhe juve. Tung, Kalofshi tung.